Dashi. Yjet do ua bëjnë më të bukur jetën në çift sot. Partneri do jetë i gatshëm të bëjë gjithçka që ju doni e t'ua plotësoj dëshirat. Do kaloni momente të mrekullueshme. Beqaret do kenë të gjitha mundësitë të gjejnë dashurinë e madhe që kanë ndëruar. Në planin financiar duhet të jeni më të organizuar dhe t'i administroni me kujdes ato para që keni. Pritet që dita të jetë e qëndrueshme. Demi. Venusi do jetë planeti më i favorshëm për çiftet gjatë kësaj jave. Ai do ua ndriçojë jetën dhe do ua bëjë atë më të bukur. Nëse tregoheni edhe pak më tolerant, lidhja juaj do ketë më shumë jetëgjatësi. Edhe problemet që keni pasur do t'i zgjidhni. Beqaret nga ana tjetër duhet të tregohen sa më të hapur. Takime do të ketë. Financat do jenë shumë të mira e nuk do keni asnjë problem. Binjakët. Hëna do e elektrizoj jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Marrëdhënia me partnerin do jetë harmonike dhe do ju sjellë mjaft kënaqësi. Beqaret do hyjnë në një fazë më të bukur dhe me plot takime. Ka mundësi që të fillojnë edhe histori afatgjata. Përgatituni. Sektori i financave do jetë i mbrojtur, por kjo nuk do të thotë që ju mund të shpenzoni pa pushim. Kujdes me çdo hap që do hidhni. Gaforja. Jeta juaj në çift do jetë paksa e trazuar. Mund të keni edhe ndonjë debat brutal i cili do ua prish gjithë ditën. Bëni kujdes me çdo gjë që do thoni. Beqaret edhe pse do duan të krijojnë një lidhje, nuk duhet t'ia hedhin krahët të parit që do takojnë. Tregohuni më të duruar. Parat nuk do influencohen nga asnjë planet. Situata do jetë e qëndrueshme dhe nuk do hasni vështirësi. Luani. Çdo gjë do jetë më e thjeshtë sot në jetën tuaj në çift. Do komunikoni së tepërmi dhe nuk do nguroni të flisni edhe për tema paksa delikate. Mund të bëni edhe ndonjë projekt për të ardhmen. Beqaret mund të kenë një takim vendimtar i cili mund t'ua ndryshojë një herë e përgjithmonë jetën. Financat do jenë të qëndrueshme. Përfitoni për të bërë ndonjë transakcion. Virgjëresha. Sektori i dashurisë për çiftet nuk do të influencohet nga asnjë planet. Dita do jetë e qetë dhe komunikimi nuk do të mungojë për asnjë moment. Beqaret do kenë takime. Fillimisht gjithçka do nisë si një misi e bukur e më pas do kthehet në një lidhje serioze. Mos e humbni këtë mundësi. Financiarisht do kaloni një moment të vështirë. Megjithatë Urani do ju ndihmojë t'i vini gjërat në vijim. Peshorja. Venusi ju premton sot momente të mrekullueshme së bashku me partnerin tuaj. Ky planet do ju nxjisë jo vetëm të komunikoni, por edhe të bashkëpunoni sa më shumë me njëri tjetrin. Nëse ju beqareve do ju rahe zemra për dikë që do takoni, bëjani të ditur mos i mbani për brenda emocionet. Fati do ju buzëqesh tek sektori i financave. Përfitoni për të siguruar edhe të ardhmen tuaj. Akrepi. Më në fund debatet dhe problemet që keni pasur në çift do të gjejnë zgjidhje. Do ndiheni më të qetë dhe më në formë. Beqaret do kenë jo vetëm takime, por edhe dashuri me shikim të parë. Për të mos pasur surpriza të këqija më vonë, është mirë të vendosni disa pika të cilat t'i respektoni. Saturni do ju mbështesë në planin financiar dhe fati do jetë në anën tuaj. Shfrytëzojeni. Shigjetari. Do kujdeseni shumë gjatë kësaj dite që jeta juaj sentimentale të jetë sa më e mirë. Do vendosni dialog dhe bashkëpunim me njëri tjetrin. Beqaret do e kenë shumë të thjeshtë të joshin. Për disa, më në fund ëndrat do të bëhen realitet. Përfitoni nga mundësitë që do ju jepen dhe dilni në përtakime. Me financat do keni disa probleme. Mundohuni t'i zgjidhni sa më shpejt që të mundni. Bricjapi. Partneri do ju mbaj shumë pranë vetes sot dhe do përjetoni orë të mrekullueshme së bashku. Bëni gjithçka që ndjeni pa u privuar nga asgjë. Beqaret do jenë të shpërqendruar fal disa takimeve që do bëjnë. Merrni iniciativa dhe përfitoni nga çdo mundësi që do ju jepet. Në planin financiar do ndërmerrni disa rreziqe vetëm e vetëm që situata të stabilizohet. Do ja arrini qëllimin. Ujori. Edhe pse do ju jepet mundësia ta tradhtoni atë që keni në krah me dikë në dukje më të mirë, ju do qëndroni besnik. Tregojini partnerit gjithçka që do të ndodhë, mos ja mbani fshehur. Dielli do ju bëj edhe më tërheqës sot. Do joshni dhe do ju joshin pa pushim. Mos kini frikë të filloni aventura sepse do ja kaloni për mrekulli.
Situata në planin financiar do jetë e favorshme. Do bëni edhe projekte. Peshqit. Do besoni tek dashuria e vërtet dhe ideale sot, por do zhgënjeheni pasi të shihni realitetin. Mundohuni t'i merrni gjërat me pozitivizëm. Beqaret do kalojnë një ditë të bukur edhe pse nuk do arrijnë të krijojnë një lidhje. Tregohuni të hapur dhe njihni sa më shumë persona. Kujdes me financat. Shmangni me çdo kusht shpenzimet e tejskajshme dhe operacionet e mëdha financiare.